Po ka një trajektore të gjatë historike të një lëvizje që çoi te 28 nëntori. Dhe ajo fillon, madje mund të thuhet që fillon në fillim të shekullit të 19 me pashallaqet e mëdha shqiptare, një përpjekje e pashallarëve shqiptar edhe në veri pra bushatlive në Shkodër, po edhe në Jogalipasht e Pelenes për të qeverisë sa më të pavarur nga Perandoria Osmane. Sigurisht që Perandoria arriti me i shtyp këto dy pashallaqe, po nuk arriti me shtyp lëvizjen kryengritëse shqiptare, e cila ishte në një farë mënyrë në kontinuitet gjatë viteve 30-ta dhe gjatë viteve 40-ta të shekullit 19, për të rikthy prapë dhe për të ripërtri gjatë viteve të krizës lindore, të luftës ruso-osmane, kur Perandoria Osmane humbi luftën prej Rusisë, kur Rusia imponoi një traktat që na e njohim si traktati i Shën Stefanit, i cili cedon të territorës shqiptare në favor të shteteve ballkanike, konkretisht të Serbisë, të Malit të Zi, po edhe të Bullgarisë dhe të Greqisë, dhe rrjedhimisht shqiptarët morën atë përpjekjen e parë serioze për t'i kundërshtuar këto vendime të fuqive të mëdha, në cilat u rikonfirmuan pothuaj në tërësinë e tyre edhe në Berlin, në Kongresin e Berlinit të korrikut vitit qershor korrekt 1878, dhe shqiptarët për t'u kundërpërgjigj këtyre vendimeve krijuan lidhjen e Prizrenit, të parën, si me thonë, organizatë politike që kishte si synim ruajtjen e tërësisë territoriale të tokave shqiptare dhe bashkimin e 4 vilajeteve shqiptare në një vilajet autonom. Sigurisht që lidhja arriti me u shëndru edhe në një qeveri të përkohshme të shqiptarëve dhe me kriju edhe një forcë mbrojtëse të këtyre territoreve, cila u dëshmu në mas të konsiderueshme dhe të suksesshme në mbrojtje të të vendimit për dhënien e Plavës dhe Gucis Malit të Zi, pastaj Plava dhe Gucia u mbrojtën nga forcat e lidhjes, fuqitë e mëdha e zëvendësuan me Hotin dhe Grudën, po edhe Hoti dhe Gruda u mbrojtën fuqishëm nga forcat e lidhjes dhe nuk ranë në duart e malazezëve, fuqitë e mëdha për të zbatuar vendimet e Kongresit Berlinit e bën një, si me thonë, zavendësim që në vend të këtyre trevave të jep e qyteti Ulqinit malazezëve, po edhe sa i takon Ulqinit, forcat e lidhjes bën një mbrojtje të heroike derisa u involvu ushtria osmane, po edhe fuqitë e mëdha ishin shumë prezente, shumë afër me flotën e tyre për të adorzuar malazezët e Malin e Zi. Dhe kjo histori nuk përfundoi këtu. Shqiptarët këtë e tutje do të veprojnë më të organizuar. Fillimisht ata, edhe pse u shtyp lidhja shqiptare Prizren në vitin 1881, shqiptarët i intensifikuan përpjekjet për ta konsoliduar lëvizjen kombëtare. Tashmon një platformë kombëtare ishte kriju, pra ajo ishte bashkimi i 4 vilajeteve në një shtet autonom. Po sigurisht që forca, domethënë mbështetëse, ishte akoma e pamjaftueshme për të realizuar këtë në konstelacionin edhe rajonal dhe ndërkombëtar që ishte në këto vite. Dhe normalisht shqiptarët i dhanë, rilindasit i dhanë prioritet të emancipimit kombëtar, pra hapjes së shkollave në gjuhën shqipe, për hapjes së arsimit shqip, dhe në fillim në fund të shekullit, pra në kapërcyll të shekullit nga shekulli 19 në shekullin 20, kemi edhe një përpjekje prap të elitave politike në vilajetin e Kosovës, kemi krijimin e lidhjes së PES Besa Bes, të udhëhequr nga Haxhi Zeka, e cila kishte pretendime që një farë mënyre që t'i shpuste vilajetet shqiptare nga dhe t'i bashkonte ato në një vilajet, po që do të mbikëqyren nga fuqitë perëndimore, specifikisht. Për t'ju shpëtu, si me thonë, synimeve gradbjetëshare dhe ekspansioniste që tashmo s'po i fshihnin monarkitë ballkanike, që tashmo ishin bo shtetet pavarura, Serbia, Mali Zi, por edhe Greqia. Dhe në këto rrethona, domethënë dhe lidhja PES nuk arriti me se ndërtu idenë e krijimit të një shteti shqiptar, dhe pastaj kemi ato kryengritjet për lirinë e Shqipërisë të viteve 1903-1907, dhe së fundi vim të Kongresi i Alfabetit i vitit 1908, i cili ishte arritura më e madhe në fushën e iluminimit shqiptar, në fushën e kulturës dhe të arsimit shqip. Pastaj kemi revolucionin Gjon Turk të vitit 1908, ku regjimi, si me thonë, autokratik i Sultan Abdul Hamidit u zavendësuan nga një qeveri kushtetuese, u rikthy kushtetuta, pra u zavendësuan nga çajo partia Bashkim dhe Përparim
e Gjon Turqve, cilët me revolucion e përmbysën regjimin e Sultan Abdulhamidit. Këtu ndihmuan shumë edhe shqiptarët, sepse edhe kishin premtime se do të realizonin një pjesë madhe të drejta në qeverinë e re Gjon Turke. Sigurisht që arritur ishte rikthimi i kushtetutës vit 1876, pra shpallja e hyrjetit ose rikthimi i kushtetutës dhe qeverisjes me kushtetut tash formimin i parlamenti, ku edhe shqiptarët ishin prezent. Mirë po shumë shpejt, edhe qeveria Gjon Turke filloi me i bishnu zbatimit e atyre premtimeve që i kishte dhënë për shqiptarët. Natyrisht shqiptarët përfituan në shpejtësi diçka nga kjo periudhë, pra krijuan klubet edhe shoqëritë kulturore shqiptare, hapen shkolla në gjuhën shqipe, u hape edhe Normali e Elbasanit dhe krejto të arritura ishin një farë para pregaditje që të shkohet drejt një akti final, që nuk ishte ende plotësisht i artikuluar si pavarësi e Shqipërisë, sepse mendoj që Perandoria Osmane do të reflektonte dhe do të përmbushte kërkesat e shqiptarëve. E vërtet ajo doli e kundërt, pra Perandoria nuk bëri asnjë lëvizje që të përmbush ato premtime, shqiptarët do të rebelohen edhe në vitin 1909, kryengritjet e vitit 1909 dhe sidomos 1910, 1911, dhe ajo më e madhja pra kryengritja e përgjithshme e vitit 1912 i dhanë goditje pothuaj vendimtare. Kjo e fundit e vitit 1912, e qershor gosht 1912, që shpërtheu në rrofshin e Dugaxhinit, në rrëthinat e Pezë dhe Gjakovës, e pastaj u zgjeru me shpejtësi, duke çliruar njërin pas tjetrës qytetet e atëhershme si Gjakovën, Pejen, Prishtinën, Ferizajin dhe së fundi edhe kryeqendrën e vilajetit Kosovës, Shkupin. Dhe në këto rrethona Perandoria Osmane u tregue pafuqishme karshi kësaj vale kryengritëse. Ndoshta kështu po krijohej një momentum që shqiptarët ta shpallnin pavarësinë, mirë po edhe këtu pati pak si me thonë, brenda lëvizjes kombëtare pati pak fraksione, nuk ishin të gjithë për një shkputje të menjëhershme nga Perandoria. Kush ishte kundër në këtë rast? Po tash kemi pas një 2-3 rrymë që Hasan Prishtina ishte për shkputje, dhe ai mendonte ashtu, po ishin një grup i patriotëve tonë që mendonin se shqiptarët do të ishin të pa fuqishëm për të mbrojtur nga pandimën ose besonin ende se Perandoria Osmane do të reflektoj për të drejtat e shqiptarëve dhe shqiptarët do të jetojnë edhe matutje. Këtu ishin, do me thonë, këtë krahë mbështesnin edhe Isa Boletini, edhe Idris Seferi, edhe Hasan Hysen Budakova, edhe Riza Bey Kryziu. Pra janë një plejade e patriotëve shumë të rëndësishëm dhe me shumë vlera, por që në këtë moment historik kishin një orientim pak më ndryshe. Ata mendonin që nuk duhet shkputja e menjëhershme për Perandorisë Osmane. Që megjithatë në shpalljen e pavarësisë prap ishin pjesë. Po, definitivisht sepse Perandoria dështoi të përmbush ato çka tash po i them. Hasan Prishtina hyri në bisedime në këto rrethona me një program për 14 pikave të tij, që ishte në fakt një program për një autonomi të zgjeruar të shqiptarëve në kuadër të Perandorisë Osmane, pra bashkimin e vilajeteve dhe krijimin e një vilajeti autonom në kuadër Perandorisë Osmane, që nënkuptonte që regrutët shqiptar të shërbenin në tokat, përmendën në vilajetet shqiptare, që të ardhurat që vileshin nga taksat, të shpenzoheshin, që të hapeshin shkolla, që administratat të funksiononte në gjuhën shqipe, të gjitha këtu ishin të arriturat e konsiderueshme, po fatkeqësisht Perandoria Osmane nuk i zbatoi dhe në ndërkohë shtetet ballkanike të nxitura nga Rusia po përgatisnin aleancën ballkanike për ta sulmu Perandorinë Osmane në këtë, si me thonë, pjesën e saj që njihej si Rumeli perëndimore ose në çdo zotrimet që janë në Shqipëri, në Maqedoni, ku akoma ishte Perandoria Osmane e shtrirë. Dhe në 16 dhe 17 tetor 1912 filloi lufta e parë ballkanike, një luftë e 4 shteteve ballkanike kundër Perandorisë Osmane. Shqiptarët do të gjenden këtu në një pozicion të vështirë, sepse as shtetet ballkanike nuk i ftuan që të luftojnë bashkë dhe të jenë aleat, sepse dihej mirëfilli arsyeja pse nuk i ftuan, sepse kishin pretendime të ndanin tokat shqiptare të ndanin mes tyre kur të mundej Perandoria Osmane, dhe realisht ashtu ndodhi. Këtë e vërteton edhe një aneks sekret i marrëveshjes për aleancën ballkanike, që nuk ishin bë publik, po që parashihte ndarjen e territoreve, edhe mes Serbisë, Mali të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë.
Dhe në këto rrethona, kur filloi lufta e parë ballkanike, shqiptarët jo që su bon pjesë e aleancës ballkanike, sepse aleanca s'kishte qëllime të mira ndaj shqiptarëve realisht, por edhe perandoria osmane nuk i ftoi ata që të bëhen pjesë e rezistencës në këto luftra. Do metën në mes të dy palëve. Jo, realisht shqiptarët do të rezistojnë kështu në mënyrë vetanake, në mënyrë spontane, do të reagojnë, kemi betejat për, do me thonë, emërdare, ndaj të dyja palëve? Jo, do të luftojnë ndaj forcave serbe që pretendonin me hyj tash në vilajetin e Kosovës, nga drejtimi i Mërdarës, do të luftojnë edhe në gryken e Ibrit për ta penguar armatën e Ibrit, si quaj ajo formacioni serb që nga veriu donte me hyj në këtë pjesë, dhe sigurisht ushtria osmane u përqendrua më shumë në mbrojtje të Kumanovës, betejë më e madhe e luftës parë ballkanike, cilën e humben forcat osmane, çuditërisht mjaft mirë të pajisura, me numër të madh të ushtarëve, por si duket nuk ishin shumë disponim për të luftuar, sepse perandoria ishte në një farë dekadence goxha të shpejtë. Dhe në këto rrethona ushtritë ballkanike, që t'i bëj shkurt, depërtuan me një shpejtësi të madhe, për më pak se 3 javë pushtuan territoret shqiptare, po thuaj, i depërtuan në të gjitha drejtimet. Molizi mori një pjesë të Dugaxhinit, pastaj dhe rrethoi Shkodrën dhe e mbajti të rrethuar deri në mars, kur edhe do ta pushtoi. Ndërkaq Serbia arriti me pushtu vilajetin e Kosovës, me hyrë në Shkup nga drejtimi i Kumanovës, pas humbjes disfatës e osmanëve, me hyrë në Prishtinë nga drejtimi i Mërdarës dhe me shku në drejtim të Dugaxhinit, ky formacioni që nga Mitrovica ka Istogu shkojnë në drejtim të Dugaxhinit. Dhe këto 3 ushtri në një farë mënyrë arritën me e përshku territorin e Shqipërisë dhe me dalë në Shëngjin dhe në afërsi të Durrësit. Sigurisht që rezistenca më e madhe që u ka bën forca serbe nga shqiptarët, tu ekskluzivisht nuk ka pas të bëjë me forca osmane, është betejë e Lumës, do me thonë në drejtimin, ju e dini Luma është rrethina e Kuksit sot dhe mes Prizrenit dhe Kuksit, dhe aty është bën një betejë e madhe që dokumentet serbe e kanë nuk e egzagerojnë, po flasin për më shumë se 1000 ushtarë të vrarë serb, që është humbja më e madhe e serbëve në luftën e parë ballkanike, por që do me thonë nuk u arrit më u ndalë ky invazion, dhe në këto rrethona tani mundi me imagjinu sa të ndërlikuara u bon në teren këto rrethona, duhej ndërmarrë diçka për ta shpëtu ato që mund shpëtohen në këto moment. Dhe që ishte mbetur për pa u... Që ishte mbetur pa u pushtu, sepse mos të harrojmë se edhe ushtrit greke kishin filluar ekspansionin e tyre nga jugu, duke marrë Korçën, duke marrë, do me thonë, Himarën dhe duke i ofru Vlorës. Pra, po flasim për rrethona tepër të komplikuara. Dhe në këto rrethona u morë vendimi që të shpallej pavarësia? Në këto rrethona... Si u zgjodh provë pastaj... Në këto rrethona, veç të shohim të shkojmë me një trajektore të shpejt, kështu duke t'i lidhim gjërat. Grupi patriotëve të udhëhequr nga Ismail Qemali, që kishte marrë mision t'i bindë fuqitë e mëdha se po prishej status quo territoriale në Ballkan, se ushtritë ballkanike po e zgjidhnin në favor të tyre atë që njihet si çështje lindore, pra po e zgjidhnin fatin e perandorisë osmane në favor të tyre, dhe kjo nuk ishte në të mirë as të fuqive të mëdha, po sidomos të fuqive të mëdha që ishin pjesë e bllokut fuqive qendrore, Austro-Hungaria, Gjermania dhe Italia, nuk ishin thjesht ishin kundër kësaj lloj zgjidhje, që serbët dhe malazezët të dalin në Adriatik, që do me thonë që greket të pushtojnë pjesën më të madhe të Shqipërisë, dhe që normalisht në këto rrethona prisheshin planet e fuqive të mëdha. Dhe Ismail Qemali, si njëri nga, si me thonë, veprimtarët, patriotët më të mëdhaj, me eksperiencën më të madhe në fushën e diplomacisë, duke qenë se kishte shërbyer në pozita shumë të larta në perandorinë osmane, mori përsipër me një grup patriotësh që të lëviz nga Stambolli në drejtim të Bukureshtit, dhe krejt të bëhen gjatë muajit nëntor, fundit tetorit, fillimi nëntorit 1912, në kohën kur ushtritë ballkanike realisht e nisën ekspansionin në drejtim të tokave shqiptare. Ata nga Bukureshti morën një mbështetje aty nga kolonia shqiptare që ishte atje, edhe mbështetje financiare që ju duhej për të lëvizur, dhe nisën për në Budapest dhe në Vjenë. Në Vjenë qëllimi ishte për të atakuar Bertholdin, ministrin e jashtëm aso kohë të perandorisë austro-hungareze, njëri me ndikim dhe i cili kishte, si me thonë, qatë një farë mënyre ishte iniciatori që asoj idesë që
një farë mënyre Ballkani duhet jetë zona e influencës austriake dhe jo e dikujt tjetër, e influencës austro-hungareze. Kur kihet parasysh se Kroacia, Slovenia, Bosna nga vitin 1908 ishte aneksu dhe kufiri austro-hungarisë kishte ardhur gati në Sanxhak. Dhe normalisht synimet ishin që ai të zbriste edhe më poshtë deri në drejtim të Selanikut, pra krejt bregdeti lindor i Adriatikut ishte zonë e influencës austro-hungarisë. Dhe tani ky ekspansioni serb, mbrapa të cilëve ishte Rusia dhe Austro-Hungaria ishte e bindur për këtë, i prishte shumë planet e Austro-Hungarisë. Dhe normalisht që Ismail Qemoli duhet të pritej nga Bertholdi, a ju prit, po paraprakisht to shumë me interes me thonë që në kujtimet e Ismail Qemolit mësojmë se Ismail Qemoli e pati një takim privat, para se të takohet në takimin e tij zyrtar në Vjenë, e pati një takim privat me Bertholdin në Budapest, me ndërmjetësimin edhe të ish ministrit jashtëm të Austro-Hungarisë Kontit Andrashi, po edhe të mikut të Ismail Qemolit Benedetit, u mbajt në shtëpinë e këtij të fundit, u mbajt një takim sekret midis Bertholdit dhe Ismail Qemolit. Vetëm këta dy? Vetëm këta dy, dhe ka një, domethënë në kujtimet e Ismail Qemolit thuhet që Bertholdi këtu ju dha, si me thonë, dritën jeshile që duhet të nxitoni, të shpallni pavarësinë dhe pastaj gjërat do të lëvizin sepse edhe ne do të jemi në mbështetje të kësaj. Të nesërmen ose të pas nesërmen, kur takimi u bë në Vjenë, takimi zyrtar, aty ishin tonet më të përmbajtura, më diplomatike, por që Ismail Qemoli mori mbështetje të drejt për drejt nga Austro-Hungaria. Kjo shihet edhe përmes faktit se aty u siguru një anije që të lëvizte sa më shpejt në drejtim të Durrësit, dhe domethënë për të bën këtë aktin e shpalljes pavarësisë, një anije austriake, e cila kishte një farë mënyre, kishte dhënë urdhën që të mos preket Ismail Qemoli edhe kur zbritin nga anija, sepse në këtë pjesë të Adriatikut tashmë kishin e kontrollonin, serbët nuk ishin larg, turqit ishin në qytet dhe grekët e penetronin Bregdetin me anijet e tyre, por siç e dini, këtë pjesë e kemi mësuar edhe nga filmi Nëntori i dytë, që ajo eskorta Ismail Qemoli dhe eskorta e tij do të arrijnë për shkak se të pamundësisë me shpall pavarësinë në Durrës. Që ishte paraport dhe ishte paraport në Durrës, por gjërat kishin lëvizur në ndërkohë. Ishte mjaft e pasigurt që aty mund të realizohej ai akt. Ishte mjaft e pasigurt që mund të vinin lehtë delegatët nga krahina tjera në Durrës. Pse ishte kjo? Sepse ishin ushtrit ballkanike afër, ishte ushtria turke që nuk e njefte këtë akt, dhe bile Ismail Qemoli ne kishte një farë mënyrë gati dënuar në mungesë. Dhe arrjedhimisht A ishte e vërtet edhe që edhe Vjena edhe Roma kishin kërkuar që të ishte shpallja pavarësisht në Vjenë bregdetarët e Adriatikut, Durrësi, Vlora, domethënë këto pjesë. Por sipas sa janë të vërteta edhe disa kujtime të Mustafa Krujës, ish-kryeministit pastaj të Shqipërisë asaj kohë duan 41-43, që thotë se ishte paraport Durrësi, por që nuk jep kjo një siguri edhe për shkak se ishin shumica muslimane dhe atëherë Hamit Toptoni, që ishte komandanti i batalionit territorial të Durrësit, nuk kishte dhënë siguri që mund t'i ndalte, do të thotë edhe t'i ruante delegatët e cilët do ta shpallnin pavarësinë. Prandaj edhe u zhvendosen në Durrës. Janë këto të vërteta edhe po sigurisht që rrethonat kanë qenë, kur e thash, shumë të ndërlikume, e mendova edhe këtë pjesë. Domethënë një pjesë e klerit musliman ishte, domethënë, një farë mënyre, kështu në mënyrë fanatike, ishte prorujtjes sundimit Osman dhe raporteve që kishte me portën. Individ nga komuniteti musliman, pa diskutim, se dhe vetë Ismail Qemoli është musliman, nuk diskutohet që ishin një farë mënyre ishin shumë të orientuar drejt dhe në frymën më patriotike dhe ishin barës të proceseve. Por që kleri, sidomos musliman, nuk edhe ju e dini ato debatet e vështira që ka edhe me përfaqësuesin e kishës, me përfaqësuesin me imamin e vendor, po e dini edhe me përfaqësuesin e kishës katolike dhe të kishës ortodokse, asnjëra nga shtetet që në farë mënyre nuk ishte shumë në favor të krijimit të një shteti shqiptar, nuk e mbështeste idenë. Dhe normalisht që ishte vështirë me kriju një mbështetje publike,
për opsionin e pavarësisë në një vend ndoshta ku ka kaq shumë, si me thonë, mos pajtime me të. Dhe po mbi të gjitha, arsyet kryesore ishin se nuk ishte sigurt shpallja e pavarësisë në Durrës, prandaj u detyroi Ismail Qemonji që të jap urdhër që delegatët të nisen për Vlorë dhe atje të bëhet shpallja e pavarësisë, të bindur se, jo të bindur, por realisht ishte akoma ma lehtë mbrojtur, për ta mbrojtur, po dhe akoma nuk ishte kërcënu drejt për drejt nga ushtrit ballkanike. Dhe mendoj që shpejt akti i shpalljes pavarësisë do të mobilizonte një ushtri vullnetare shqiptar për ta mbrojtur atë pavarësi, diçka që ndodhi. Janë zhvilluar luftime deri në Llogara, kanë mrri greket dhe aty janë dalë nga forcat që tashmë qeveritare në mbrojtje të pavarësisë, sikundër që edhe serbët nuk kanë marshu matutje edhe për shkak se fuqitë e mëdha e kanë njoftë, do me thonë jona prej dispozita, ose sa po shpallet pavarësia, do me thonë ne kemi një veprim të fuqive të mëdha, me insistimin e Austro-Hungarisë, thirrja e një konference të ambasadorëve, e cila kishte dy detyra, njohjen e krijimit të një shteti autonom shqiptar, dhe caktimin e kufive të tij verior dhe verilindor, fillimisht e pastaj edhe të aty në jugor. Domethënë kjo ishte këtu kombinohet realisht veprimi i shqiptarëve do të ishte i pa efektshëm sikur mos të ishte i koordinuar me një pjesë të fuqive të mëdha. Në këtë rast të asaj kohe, pa diskutim, po flasim për Austro-Hungarinë, e cila thash me çdo kush dëshironte me ndal daljen e serbëve në Adriatik, sepse e konsideronte pastaj të humbur çatë influencën e saj në këtë pjesë të Adriatikut. E që e shihte me shumë interes ta kishte. Pikërisht. Do të thonë ajo e konsideronte që një shtet shqiptar i dobët sigurisht që do të ishte më i përshtatshëm se një fuqi përmes serbëve mund të futeshin interesat ruse në atë pjesë dhe pastaj ishte problem për t'ju kundërvend. Dhe normalisht që këtu përputhen interesat e një grupi të fuqive të mëdha me interesat e shqiptarëve, që çojnë në shpalljen e pavarësisë, thash në rrethona mjaft delikate, se ajo pavarësi u shpall, domethënë Shqipëria u shpall si një shtet autonom nën suzerenitetin e sultanit, por nën mbikëqyrjen e fuqive të mëdha. Pra ishte një farë gjysmë pavarësie, por një pavarësi pa diskutim me mbikëqyrjen, si ajo e Kosovës e vitit 1908, nëse mund me bëj paralele.